përket negociatave dhe tërheqjes së bisedimeve mes SBA-s dhe Iranit, mes të gjithë këtyre kërcënimeve për sulme ajrore dhe diplomacisë të tensionuar, mendoni se tashmë po përpiqet Turqia të ndalë ndoshta një luftë të re në lindjen e mesme përpara se të jetë tepër vonë? Në të gjithë strategjinë e marrëdhënieve me lindjen e mesme në përgjithësi, ndikimi i Turqisë ka qenë, është dhe do të mbetet vendimtar për shumë faktorë dhe arsye. Për vetë rolin që do të luajë në këtë rajon presidenti i Republikës Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe për lidhjet e kahershme që për shumë arsye kanë patur, së pari për pjesën që përfshihet Turqia sa pak fare në Evropë, por edhe në pjesën aziatike dhe shumë arsye të tjera që lidhen me situatën e sigurisë të vetë Turqisë. Pasi shumë vende të tjera si Siria, Irani, edhe kurdët që tashmë përgjithsisht janë të organizuar. Jo më kot ka qenë këmbgulja e Recep Tayyip Erdoganit, presidentit të Turqisë, në marrëdhënie të ngushta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që edhe pas situatës së kolapsuar në Siri, të ishte Turqia ajo që do të merrte rolin, si mund të themi, vendimtar, atë të cilën e ka patur Rusia më parë për sa i përket Sirisë, në kuptim. Në këtë kushte, mendoj që Turqia do të vazhdojë të luajë një rol vendimtar për sa i përket uljes së gjakrave, të qetësimit të situatës dhe mundësimit të nënshkrimit të një marrëveshje që ju intereson lindjes së mesme në veçanti, por edhe gjithë rajonit në përgjithësi, pa harruar këtu që ka qenë është do të mbetet lindja e mesme një nga pikat më kritike të konflikteve të herpashershme, të luftrave që kanë shpërthyer të herpashershme dhe të armiqësive të padiskutueshme që kanë patur kryesisht vendet arabe me pjesën e Izraelit, duke menduar që pas Izraelit qëndron në mbështetjet fuqishme Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto kushte jam i bindur që me kërcënimet që ka vazhduar e trysnin që vazhdon të ushtrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet presidentit Trump, pasi kemi një flotë të jashtëzakonshme detare dhe ajrore, tashmë në distancën e mundshme që mjafton vetëm një urdhër për të sulmuar objektivat e kryesore të Iranit, gjë të cilën e përdor Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një kërcënim, dhe roli i Recep Tayyip Erdoganit, presidentit të Republikës Turke, në këtë mes është jashtëzakonisht i rëndësishëm. E mendoj se rezultati i parë pas këtij kërcënimi, duke parë edhe situatën e brendshme, jo të qetë të Iranit, atje kanë marrë një vendim që të shkojnë në bisedime dhe ditën e djeshme këto bisedime u zhvilluan në minutën e fundit, ndryshuan vend zhvillimin e këtij takimi pas ishte parashikuar për në Turqi dhe në minutën e fundit Irani e njoftoi për ta zhvilluar e ra dakord në Oman. Në ato deklarata të pakta që janë dhënë dhe informacioni i kufizuar që është paraqitur për publikun, në shprehur thjesht dhe vetëm që ishte bisedim ose takim i mirë dhe tashmë ato të dy palët delegacione janë tërhequr respektivisht për të diskutuar dhe për të marrë miratimin se çfarë tjetër u diskutuar. Nëse më lejon, siç ne e dimë, ideja kryesore e zhvillimit të këtij takimi dhe kërcënimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar ndaj Iranit, ka qenë ulja në tavolinën e bisedimeve dhe rikthimi pas shumë kohësh të një marrëveshje për armët bërthamore. Por, para se sa të zhvillohesh takimi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paraqitur edhe dy kërkesa të tjera që lidhen me raketat balistike 1, kjo që është kryesorja, dhe me pjesën e armëve bërthamore. E qartë, por ndërkaq, zoti Prenga, sa i përket vendodhjes së bisedimeve, pra ashtu si e thatë edhe ju, u zhvendos nga Turqia në Oman, mendoni se kjo tregon ndoshta edhe një mungesë besimi mes palëve? Pa diskutim që kjo është çështje sigurie së pari, por edhe mungesë besimi,
Së dyti dhe jam i bindur që strukturat e sigurisë të dyja vendeve vazhdojnë gjatë gjithë kohës për të marrë masat e nevojshme që bisedimet të zhvillohen në një klimë relativisht të qetë, do thosha, por mbi të gjitha të jenë të sigurt. Pasi Irani nuk e ka këtë siguri dhe duke mos e patur këtë siguri, edhe tek partneri i tij kryesor që është Turqia, ai nuk e pati këtë lloj besimi. Dhe natyrisht Turqia her pas here ka patur edhe në të shkuarën akte terroriste të cilat askush nuk mund të sigurojë që ato nuk mund të jenë e nuk mund të ndodhin edhe në të tashmen dhe në të ardhmen. Kryesisht nga struktura, si mund të themi, terroriste të lidhura të gjitha me PKK-n e dikurshme që mbështetet nga kurdët. Në fakt, zoti Prenga, ajo që është më kërcënuese, deri tani është edhe paralajmërimet që janë bërë vazhdimisht për sulmet ajrore, të cilat ndonjëherë rikthejnë edhe frikën e luftës. Mendoni se i gjithë kërcënimi ushtarak tashmë po përdoret ndoshta si një presion për të detyruar Iranin edhe të lëshojë pe? Në të gjithë historinë e diplomacisë botërore të konflikteve dhe të luftrave, gjithmonë vendet që janë në përplasje me njëra tjetrën kanë mjetet e presionit dhe ato që mendojnë se janë për momentin më efikasët nuk i ndalon njëri për t'i përdorur dhe për t'i shfrytzuar. Kjo është ajo pjesa që shpesh përbën konflikt dhe përbën një rrugë relativisht të komplikuar dhe të vështirë për të vajtur deri tek tavolina e bisedimeve dhe e vendimeve të mundshme që mund të merren në interes të dy palëve, cilët do qofshin këto. Dhe natyrisht e Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë mundësi, këtë kapacitet luftarak e ushtarak e kanë, dhe tashmë ata janë futur, si mund të themi, në rrezën e plotë të veprimit për sa i përket forcës ajrore dhe forcës detare për të krijuar një kërcënim serioz e real. Kjo ishte edhe thirrja e presidentit Trump që ju drejtuar udhëheqësit shpirtëror të Iranit, Ayatollah Khamenei, që duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ndërkaq, zoti Prenga, Erdogan nga njëra anë kërkon përfundim të shpejtë të këtij konflikti pra mes SBA-s dhe Iranit, por pa përdorur forcën, themi. Mendoni se ka ende diplomacia kohë tashmë për të ndaluar ndoshta një përshkallëzim të një konflikti mes SBA-s dhe Iranit? Unë mendoj se ka akoma kohë dhe këtë e tregoi takimi i ditës së djeshme dhe është lënë hapur një mundësi takimi tjetër javën e ardhshme dhe unë mendoj që ka mundësi nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vazhdojnë të rrisin kërkesat për sa i përket takimit. Pra ka qenë kërkesa e parë që lidhet drejt për drejti me përdorimin ose krijimin ose patjen e posedimin e armëve bërthamore dhe janë kërkuar nga ana Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt për së drejti që sasia prej 400 kg e uraniumit të pasuruar të mund të gjendet një vend i tretë për tu dorëzuar, për të patur një farë shkallë sigurie më të lartë, por tu tash janë shtuar edhe dy kërkesa të tjera që mendoj se nëse do të vazhdojnë në këtë format, atëherë shtimi i kërkesave do të thotë që bisedimet dhe mundësia në nënshkrimit një marrëveshje mes palëve është i minuar pa filluar akoma nëse do të vazhdojnë të shtohen kërkesat her pas here nga takimit e radhës. Në do të vazhdohet të qëndrohet në këto kërkesa, jam i bindur që tavolina e bisedimeve në interes të dy palëve, Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të përfundojë me një nënshkrim marrëveshje mbi të gjitha për realizimin e objektivit madhor që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do thosha edhe gjithë globi për sa i përket traktatit të mospërhapjes armëve bërthamore nukleare. Ndërkaq, zoti Prenga, takimi i së premtes prej ditës djeshme mbetet sërish në pikpyetje, por çfarë do të ndodhë nëse do të dështojnë ky raund i negociatave, duke hapur ndoshta rrugën edhe për skenarët ekstrem dhe a është lindja e mesme pra në prag ndoshta të një krize të re të paparashikueshme, duke qenë se edhe vetë presidenti i SBA-s Donald Trump ka lënë mundësinë e hapur të një goditje? Unë mendoj që rreziku atje nuk ka kaluar, vazhdon të jetë situata e tensionuar, e komplikuar dhe tepër e vështirë për të patur një nënshkrim marrëveshje që lidhet drejt për së drejti me paqen atje. Natyrisht, fjala paqja është gjë e madhe dhe për lindjen e mesme nuk ka qenë, nuk është, nuk besoj se do të jetë
një zgjidhje e përhershme. Edhe nëse ajo do t'jetë fare pak në afatgjat në kohë, pra e përkohshme, dhe në këto kushte jam i bindur që edhe vendeve vetë të rajonit, Iranit, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një, si mund themi, ngjarje apokaliptike nuk i intereson askujt, sepse nuk mund të kthemi as ekspertët MNZ nuk mund të arrijnë të përkufizojnë dhe të japin mendimet e tyre dhe të thonë që po, kjo situatë do të zgjas kaq edhe dëmet do të jenë kaq. Askush nuk mund të parashikojë se çfarë mund të ndodhë. Dhe jam i bindur që askush nuk mund të parashikojë se kush do të reagojë dhe kush do të jetë i përfshirë në këtë konflikt dhe situatë e cila është mjaft delikate, aq sa dhe shumë e komplikuar. Gjithsesi, diplomacia ndërkombëtare, veçanërisht e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e Turqisë, e Iranit dhe vendeve të tjera që nuk është se po dalin, si thosh, po prevalojnë, sepse janë këto të parat, kam bindjen që po punojnë dhe duhet të punojnë, se lindja e mesme nuk është se s'ka patur konflikte. Konfliktet, luftat i ka patur në mënyrë të vazhdueshme dhe pasojat e tyre tashmë dihen, sidomos për Palestinën, por edhe për vendet e tjera që janë rreth rrotull. Gjithçka aty është lidhur edhe me nivelin ekonomik, pra mbi tregtinë e naftës dhe të gazit, që preket po thurse 20% e kapaciteteve në shkallë botërore. Gjithsesi, unë mendoj që kjo javë që po mbyllëm e po lem pas, që ka qenë një javë mjaft e ngarkuar dhe me zhvillime mjaft pozitive në fushën e diplomacisë dhe intensive, do thosha si asnjëherë tjetër, të paktën për 2026-ën, që prek 2 pika kritike, sidomos ajo e lindjes mesme, por do thoshim edhe kjo pjesa tjetër që tashmë gati po bën 4 vjet nga lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Këto të dyja, edhe për këto të dyja është punuar fuqishëm dhe grupet e besuara dhe të besuarit e Trumpit dhe gjithë të përfshirit në këto bisedime, pra diplomatike, kanë punuar intensivisht dhe shpresojmë e urojmë që java e ardhshme të jetë në vazhdën e këtyre zhvillimeve për të mund të siguruar një armëpushim apo një paqe të qëndrueshme, do thosha relativisht. Zoti Prenga, nga ana tjetër, duke përjashtuar këtu çdo skenar ekstrem që mund të ndodhë mes të dyja paleve, duke parë këtu edhe paralajmërimet për pasoja shumë të rënda që vijnë vetë nga presidenti i SBA-s Donald Trump, mendoni se Irani në një moment do të detyrohet të pranojë të gjitha kushtet e vendosura nga ana e SBA-s? Kjo do të ngelet të ardhmës, do të ngelet bisedimeve, jam i bindur që edhe Irani në këmbim mund t'i pranojë të gjitha, por do të kërkojë në këmbim diçka patjetër. Dhe natyrisht që për të zgjatur, si mund të themi, jetën e qeverisë së Ajetullahëve, apo edhe për shumë interesat të tjera që lidhen drejt për drejtë me Iranin, por edhe me partnerët e tij, jam i bindur që do të pranoj kushtet. Kjo është dhe vlen për të parë në të ardhmen gjatë momenteve që do të diskutohet, dhe jam i bindur që her pas here ata do të vazhdojnë dhe për çdo kërkesë që bëhet, do pritet të shkohet për të marrë miratimin dhe për të biseduar ndoshta edhe më gjërësisht si në Iran, ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo edhe me partnerë të tjerë që janë të lidhur në mënyrë të dukshme apo të padukshme me situatën dhe zhvillimet e situatave atje. Ndërkaq, Zoti Prenga, palët kanë rënë dakord që të vazhdojnë takimet në Muscat. Mendoni se i gjithë ky proces i vazhdueshëm i negociatave pra për bisedimet mes SBA-s dhe Iranit do të jetë vendimtar për stabilitetin rajonal? Unë besoj që do jetë vendimtar, gjithçka varet se si do të jenë bisedimet dhe kush do të jenë kërkesat e palëve të shtruara në tavolinën e bisedimeve, dhe sa serioz janë ata në bisedime, e sa serioz janë liderit e tyre që ju japin miratimin për të nënshkruar marrëveshjen. Jam i bindur që tashmë lindja mesme është lodhur jo pak, është në trysninë e luftrave të herpashershme, por edhe të rënjes ekonomike në mënyrë drastike. Irani përfshi këtu edhe sanksionet e shumta që janë vendosur, ka bërë që situata ekonomike në vend të jetë mjaft kritike. Në këto kushte jam i bindur që Irani do t'i interesojë dhe atij të pranojë
kushtet, të ulet në tavolinë e bisedimeve, nuk e ka patur të lehtë Irani për ta bërë një gjë të tillë, por duke pa në raport me njëra tjetrën humbjet dhe përfitimet, ata kanë parë që në mes dy të këqijeve ju intereson të zgjedhin të keqen më të vogël për të nënshkruar një marrëveshje dhe për pranuar kushtet që shtrojnë delegacionet në tavolinë për sa i përket armë bërthamore, raketave balistike apo edhe në një kusht tjetër që lidhet drejt për së drejti me kufizimin e mundësisë për të reaguar të Iranit ndaj vendeve të tjera, të rajonit, bëhet fjalë gjithmonë. E qartë, për zotë Prenga, bisedimet indirekte mes së dyja palëve rifilluan mbas kërcënimeve ushtarake pra që ishin duke u bërë. Mendoni se të dyja vende do të arrijnë ta ndajnë logjikën e kërcënimit dhe diplomacisë për të shmangur ndoshta një konflikt të ri në lidhjen e mesme? Unë besoj se skenari i qershorit të vitit të kaluar, që Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës lajmëronin për bisedime dhe nga krahu tjetër pa kujtuar edhe në një befasit plot arritën të godisnin pikat kryesore ku vazhdonte pasurimi i uraniumit, do thosha që nuk funksionon më. Pra, i njëjti skenar nuk mund të funksionojë dy radhë. Në këto kushte kam bindjen që do të shkojnë paralelisht të dyja, do shkojë kërcënimi dhe pjesa e diplomacisë, ose si i themi në gjuhë popullore, parimi i karrotës me shkopin. Pra, do shkojnë paralelisht, besoj të dyja. Pra, bisedimet e tavolinë nga aspekti i delegacioneve dhe përfaqësuesve të dy vendeve, por njëkohësisht edhe kërcënimi nuk do të jetë i larguar, kërcënimi ushtarak. Pra, prezenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me flotën ajrore dhe detare nga më të fuqishmet në linjën e mesme do të jetë aty dhe do të shoqërojë gjatë gjithë kohës bisedimit deri në përfundimin e nënshkrimit të një marrëveshje me kriteret që tashmë janë përcaktuar ose kushtet dhe le të presim të shohim se cilat do të jenë në vazhdim kriteret e reja apo kushtet e reja. Jam i bindur që në këto momente aty do të bisedohet dhe në bisedime do të ketë edhe lëshime, do të ketë edhe tërheqje, do të ketë edhe përcaktime dhe në fund do të jetë ata liderit e tyre që do të vendosin se për çfarë dhe si e kush do të jenë pikat e nënshkrimit të një marrëveshje. Zoti Prenga, nga ana tjetër, sa të drejtë shihni dhe përjashtimin që vetë presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë pra që çdo marrëveshje do të përjashtonte çdo marrëveshje që do të lejonte armët bërthamore për Iranin? Unë mendoj që kjo është kthyer ose rikthyer pas 4 vjetësh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar dhe kanë folur me bashkërisht Putini me Trumpin për t'ju rikthyer edhe një herë asaj për cilën kanë diskutuar dhe ekziston një marrëveshje kuadër për sa i përket ndalimit të përhapjes së armëve bërthamore. Në këtë kuadër Iranin nuk duan ta lejojnë që të bëhet një shtet tjetër plus që posedon armën bërthamore, e cila do të jetë vërtet një kërcënim i madh, jo vetëm për rajonin, por shumë herë më tepër. Në këto kushte ata do të përdorin çdo lloj mënyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sidomos, për të mos ja lejuar një mundësi të tillë. Dhe këtu përbahet edhe po gjithë thelbi i bisedimeve të delegacioneve. Edhe për të krijuar, dhe këta kanë pranuar dhe biseduar edhe me Putinin, për të mund të qenë vendi tretë që të pranojë depozitimin e 400 kilogramëve të uraniumit të pasuruar, dhe të mos dale asnjëherë Irani jashtë, si më themi, pasurimit të uraniumit për nevoja ekonomike. Pra po që se kalon përqind e pasurimit të uraniumit në nivelin mbi 60%, atëherë ai në çdo moment mundet që të krijojë koka me mbushje bërthamore, pastaj pjesa tjetër është krejt më e lehtë për sa i përket transportit për të hedhur apo shtrateve të lëshimit të raketave me koka bërthamore. Kjo do të jetë një kërcënim shtesë për, do të thosha, për gjithë globin. Kështu që kjo do të jetë lufta dhe vazhdon të jetë lufta Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për atë arsye përdor edhe kërcënimet e gjithashme të një sulmi të mundshëm ajror apo detar. Nuk bëhet fjalë, mendoj unë, për sulme toksore apo pjesëmarrje të komponentit toksor në këtë sulme nëse do të ndodhin. Unë uroj të mos ndodhin, por kjo do të varet gjithmonë nga palët që janë të ulur në tavolinë e bisedimeve dhe sa do të pranojnë kushtet reciprokisht. Dhe përveç kushteve që do pranojë Irani,
atëherë cila do të jetë pjesa e përfitimit për hir të këtyre kushteve nëse ata do t'i pranojnë. Sepse në një tavolinë bisedimesh, jo gjithnjëri t'jap, njëri t'jap, njëra palë t'jap 100% dhe pala tjetër përfitoj 100%. Natyrisht që ka edhe reciprocitet që duhet përdoret në tavolinë e bisedimeve, sidomos në diplomaci. E qartë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur, pyetja e fundit, duke parë edhe vonesat e mëparshme pra të konflikteve që janë krijuar në linjën e mesme dhe jo vetëm, kemi parë se negociatat kanë qenë sigurisht të ndërlikuara dhe ndoshta palët nuk kanë rënë dakord ndonjëherë. Mendoni se këtë herë do të mjaftojë vetëm vullneti politik pra për të tejkaluar të gjithë këtë konflikt të ri që mund të ndodhë dhe për të arritur ndoshta një marrëveshje? Unë mendoj se askush cili do qoftë në një tavolinë bisedime përpara se të shkojë dhe të paraqiten kërkesat, askush nuk do të dështojë. Dhe jam i bindur që as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Irani, as njëra palë nuk duan të dështojnë. Secila palë do të marrë atë që mendon se është më arsyeshmja për te. Në këto kushte, pjesa e bisedimeve është ajo që i parafron qëndrimet dhe kërkesat janë apo s'kan argumenta në mënyrë të tillë që pala tjetër ta pranojë. Në këto kushte Irani jam i bindur që nuk do të kishte pranuar negociata as ulën në tavolinë, por e ka bërë nga presioni i madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ushtruar. Shto këtu edhe situatën e brendshme, pavarësisht se ata e kanë shtypur me gjak, me dhunë protestat. Ka fare pak tash krahasuar me ato që kanë qenë, por gjithsesi ata e dinë mirë se përveç protestave të brendshme, situatës delikate e shpërthyesve nga momenti në moment, është situata tjetër ekonomike me sanksione që janë vendosur dhe jam i bindur që nuk mund t'i përballoj Irani gjithë këto faktorë që ndikojnë drejt për së drejti dhe e dobësojnë në mënyrë të vazhdueshme sistemin e tyre të drejtimit qeverisës, kështu që në këto kushte kam bindjen që ata janë menduar mirë përpara se të merren një vendim të tillë për të ulur në tavolinë e bisedimeve. Tavolina e bisedimit do të jetë ajo që do të tregoj përfundimisht në finalizim që shto këtu edhe presionin, e thash, do të detyrimisht edhe Bashkuara të Amerikës deri në minutën e fundit që do të nënshkruhet marrëveshja me kushtet që ata kanë kërkuar të paktën deri tani. Uroj që të mos shtojnë kushte të tjera, sepse po që se shtojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe takim pas takimi kushtet, atëherë kjo do të thotë që jemi ulur, por nuk kemi për të arritur gjë kundi e nuk kemi për të nënshkruar marrëveshja dhe detyrimisht fjala do t'i mbetet për fat keq do thosha unë nëse do të ndodh, unë nuk do të shëroja, nuk do e uroja, do t'i mbetet pastaj ndërhyrjes ushtarake, cila do qoftë kjo.